Duke qenë se kjo është një premier e cila ka qenë një nga më të ndjekurat në ato vite, kur është vënë në teatrin kombëtar dhe jo vetëm atje, por edhe në teatrin e Korçës, unë përpoqja që të cilja të njëjtën komedi me të njëjtin tekst, por në një formë tjetër. Unë e di që nuk i superoj dot kur kolosët e artit shqiptar, si Rolandi, si Pavlina, si Luftari, më falni nga emocionet tani dhe harroj ndonjë, por mendoj se trupa e teatrit Korçës sot bëri maksimumin dhe publiku na ka pritur shumë mirë. Sa emocionuese ka qenë për ty? Shumë. Fakti që është një vepër e shkruar nga babai im, fakti që duhet bëja regjin të cilën më parë ka bërë babai im, fakti që në skenë luan motra ime, do me thëmë përgjegjësia ishte maksimale. Shpresoj që publiku të ketë marrë kënaqësinë, të paktën, nuk po them 100% siç e ka marrë atëherë, por të paktën të jemi tek 60%. Duke qenë se ju e thatë që jeni përpjekur ta sillni si ndryshe, në fakt, çfarë mesazhi arritët të përcjellni, duke ndoshta e aktualizuar? Ne për ditë përballemi me çuditëra që hynë në jetën tonë. Shohim qese që kushtojnë nga 2.000 euro, shohim rroba të çuditshme të veshur nga burra dhe rroba të çuditshme të veshura nga gratë. Duke menduar se kështu do të hymë në Europë. Jemi në vitin 2026 dhe ne ende nuk kemi hyrë në Europë, sado që të përpiqemi. Pra vepra është aktuale, jam përpjekur t'i fus asaj brenda element të përditshmes tonë. Faleminderit juve.